Okej, përshëndetje për të gjithë. Sot jam në fshatin Mushtisht, komunës Suarekës. Kena ardhur me vizitu shpellën e Matoshit, kështu për tërke. I kesh rreth 600 vjet. Më kanë shkruar shumë që është mirë më shku me vizitu, ka pamje të bukura, edhe të shkojna bashkë me juve, edhe këshyrmi si duket kjo kish. Shihemi pas pak. Veç jena të vazhdu për tek kisha e Matoshit. Qysh e dim gjithë, edhe ata që njohin fshatin e Mushtishtit. Fshati i Mushtishtit është shumë i bukur. Është pjesë malore, është edhe të kune me pisha Gjelbrim, po ashtu edhe njihet që ka afër gujnë të Llocit për turistat gjithë që kanë vizitu. Për me dosh me shku deri te gujë të Llocit, e keni rrugën qel, është me asfalt deri tek pjesa e restorantit, ku aty mundi mu nal, mu furnizu me pije, ushqim apo gjona tjera. Po ashtu edhe ka edhe fjetje që mundi me bolloj si bujtin aty nalt, edhe me vazhdu hikingun. Unë e preferoj gjithë me vizitu këtë pjesë malore, është shumë e bukur. Do e shohim bashkë çfarë pjesë bukur ka ky fshati Mushtishti. Shihemi pas pak. Edhe që shpeshini vetë, kjo pjesa knina, këtë është të rrethëkune me pisha, aj pastër, Gjelbrim. Edhe pse e më kohën e dimrit ende, po është kohë shumë e bukur, e kena kohën me diell. Kjo pjesa këne ku ka për gjipa, që ata që bojnë udhëtime këne, po dhe ku ka mirë në kom, ku ka gjanë, hapësirë pas ka sa dush, edhe muna me shku pa problem. Kështu që ja që shihet pjesa mrapa. E bukur fshati Mushtishti. Ata që jetojnë këto, shumë mirë, aj pastër, jetë normale. Kjo shtego këne, më duket mu që pak ngjason me shtegun e që kom vizituar herën e kalune, te kisha Kabashit, është gati shumë i njëjtë, pamja duket e njëjtë, edhe pse jem territor fshatit Mushtishti. Edhe pse nuk i kena edhe shumë larg bjeshkën e Kabashit, duket shumë e ngjashme shtegu për tek kisha e Matoshit, po ashtu njëjtë si kisha e Kabashit. Kështu më duket mu, për ata që kanë pa videon. Shumë pa me bukur, valla. Mu më pëlqen fort. Ja çfarë pamje ka kjo pjesa e malore Mushtish këtu që gjindemi. Qysh ju tregova pak më herët, kjo pjesa mrapa dalëm territor të Kabashit, malor. Që kjo është pamja. Kështu që na po vazhdojmë tutje tek shpella, nëse mundna me gjetë, ish pak terreni i vështirë kjo pjesë knina, po besoj do e gjejmë. Edhe shihemi pas pak. Sa po mora informacion, ajo pjesë që kem pak më herët e shteg për me shku tek kisha Matoshit, ishte pak terren shumë i vështirë, s'pomush e me kalu. Kështu që sot nuk ish ditë me fat, as për mu, as për ju që shikoni këtë video. Po ne përmendona me hec pak këtë territorin knina, edhe më tregu pamjet malore të fshatit Mushtishti. Kështu që unë besoj që javën tjetër do marr informacione pak më shumë për këtë pjesë për me shku te kisha Matoshit. Edhe do e bëjmë videot, edhe besoj që e kam ju pëlqyer. Kështu që shihemi këtë territor. Që po shihet te ajo pjesa atje, duke që është një kish, shkojna vizitojna bashk. Për këtë kish nuk kam informacion as qysh e ka emrin, për vetëm të ajo kisha Matoshit, ajo si lloj shpellë që është, për to unisa, po shkojmë bashk e këqymi çfarë noja, çfarë lloj temele kanë met. Edhe
Besoj mjafton për kaq për sot, mëse nuk mujtë të me shku të kisha matoshit, se mbaj rrugë gjatë, do të më kthy kohë që mos më mëzo nata. Kështu që besoj javën tjetër do e bëjmë kishën e matoshit. Normal, për të marrë pak më shumë informacione të sakta. Na vetëm filloj si kishe që duket. Arretëm. Po ka pak e vështirë si pjesë kënej. Na arretëm të kjo pjesë që e pash, ku ka kish. Nuk kam shumë informacion a lidhet kjo me kishën e matoshit diçka, po është tjetër. Shpo shihet muri ku ka ende këto. Rënohet ku kanë. Shihen edhe gort janë këtë rëzune, pjesa mrapa. Këto ke ky mur që s'mu të me kalu. Ata që kanë informacion me të më shkrujnë në komente. Shko, kjo nuk e di. Ka që ke për sot. Për fatë keq nuk mundu me gjetë taman kishën e matoshit për shkak që ishte në terren të gabum. Kështu që në du marrë informacione prapë dhe njëherë që thash pak më herët sakta. Edhe do e bëjmë këtë kishë matoshit. Ja ka më bon, ja. Qarë s'ka. Kështu që shihemi javën tjetër.